Mirëdita të gjithëve, shpresoj të jeni mirë. Sot do t'ju tregoj një histori të trishtë. Do të dëshiroj që ta dëgjoni deri në fund. Ndonjëherë duhen edhe histori të tilla, por me këtë histori do kuptoni se në çfarë bote jetojmë dhe sa i lig është njeriu. Dhe në fund, nëse dëshironi, lini komentin tuaj, një koment. Çfarë do lloj komenti, se çfarë mendimi keni për këtë histori. Kështu që përpara se të filloj puna, le ta harxojmë 10 minuta duke ju informuar. Ishte viti 2000 dhe një grua nga Indonezia, nga Borne të Indonezisë. Borneo është një nga qytetet, le të themi, të Indonezisë më të qelbura dhe kishte hapur një burdello. Në këtë burdello e kishte aktivizuar disa vajza të zonës dhe shkonte mirë burdelloja. Mirë po, një pasanik që shkonte shpesh aty, njëherë i dhuroi një majmun kësaj padrones, sepse grua kjo, padronja. Dhe i dhuroi një shimpanze sepse i gjendej mirë aty, pra ky i pasaniku. Kjo e mori këtë shimpanzen dhe filloi që ta mbante në shtëpi. Mirë po, një ditë, teksa e filloi që ta çonte, sepse shtëpia është pranë burdellit që ka hapur. Dhe një ditë një klient që erdhi aty i kërkoi që të bënte marrëdhënie me shimpanzen. Po. Dhe kjo e la. Kur edhe ditën tjetër të njëjtën gjë, madje u hap lajmi që kishte një shimpanze që mund të bëje marrëdhënie. Dhe me 10 shkonin dhe bënin marrëdhënie me shimpanzen. Pra preferonin që të bënin marrëdhënie me shimpanzen dhe jo me femrat. Dhe e dini se çfarë bëri kjo zonjë? Filloi e ruajti totalisht. Pra i hoqi qimet, që është merr të ruash një shimpanze, ti heqësh qimet. Dhe e ruante çdo ditë komplet. Pra që të mos rriteshin qimet. E keni parasysh, përveç sepse kafshët jetojnë pikërisht pra fal qimeve që kanë. Mirë po, gruaja thoshte, është brenda, nuk do dalë jashtë, është mirë, pra është freskët. Është njësoj sikur të heqësh lëkurën një njeriut, merreni me mend. Dhe përveç kësaj e luante buzët, i luante fytyrën, i luante nga poshtë, çfarë them unë. Dhe i mësoi madje dhe pozicionet, se çfarë duhet të bënte shimpanzeja kur shkonin meshkujt. Me qindra meshkuj, çdo ditë, për vite me radhë. E di që për dikë këto duken si jo vetëm të trishta, jo vetëm akte të qelbura, por duken, për ndonjë ndoshta duken marrëzi, ka ndodhur me të vërtetë. Dhe po dëgjoni këtë tani se çfarë ndodhi, sepse për një kohë të gjatë gruaja e aktivizoi fizikisht këtë shimpanzen që të kryente marrëdhënie. Dhe një nga këta që e ruante, sepse duhet të dini që këta janë të lidhur vetëm me shtetin. Pra kush bën punë të pista është i lidhur me shtetin. Ka gjithmonë, ose sepse i kojnë, u japin për të ngrënë. Dhe si përfundim, disa policë të zonës, dikush nga këta nga policët e zonës shkoi dhe informoi. Pra informoi aty ku duhej dhe shkuan që t'ja merrnin. Ishte e pamundur bile u përplasën me mafjen e zonës. Madje me sa nuk e kuptova mirë, them të vërtetën, por mundoha që të lexoja, një prokuror e kishin vrarë. E vranë dhe thuhet që ishte vrarë, por që thuhet që ishte vrarë pikërisht për këtë gjë. Pra sepse donte të ishte shimpanzen kësaj zonje. Dhe mendohet që nuk e vrau zonja, por e vrau dikush nga ata që dëshironte që të rrinte gjithmonë me shimpanzen. Merreni me mend çfarë pervers njerëz kishte atje, ose ka atje. Jo vetëm atje, por edhe në botë. Si përfundim, nuk arritën dot dhe vazhdonte
Ajo I ishte shimet çdo ditë dhe filloi që të sëmurej shimpanzeja. Në fakt, ato pickimet e mushkonjave I krijonin infeksione të ndryshme. Dhe kjo, në vend që ta lironte, kërkonte që ta mjekonte, merrte edhe mjek të zonës që ta mjekonin. Dhe si përfundim, kaloi 10 vjet. Në vitin 2013, dikush kaloan një çift, me një fjalë aty nga Amerikan, dhe bënën një denoncim, por denoncimin nuk e bën në Indonezi, e bën në Amerikë. Dhe vetë FBI dërgoi dy agent të Interpolit. Dhe shkuan dy agentët me urdhër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të futur në shtetin indonezian dhe me 35 ushtar, me fjalë policë të veshur me makina të blinduara për të shkuar atje që t'i merrnin shimpanzen. Dhe më në fund arritën që t'ja merrnin shimpanzen. Por dëgjoni me kujdes, sepse përveç se asaj që ndodhi më vonë, gruas nuk I bën asgjë fare. Pra e morën e mbajtën vetëm një ditë në Birut, ditën tjetër doli. Nuk foli asnjë gazetë, nuk foli asgjë. Kishin frikë që të gjithë, sepse vrasin. Sepse të vrasin ata që shkojnë me shimpanzen, thot kjo. Shimpanzea u desh vite të tëra dhe nuk e mori veten plotësisht, 100%. Sepse plagët e infeksioneve janë të mëdha. Përveç kësaj, nuk mësoj kurrë që të mund të ndërtoj një kasole apo të rri ta di unë, sepse ishte që e vogël, që e morën që ta përdhunonin. Dhe në momenti që e morën që e çuan në një kopsht zoologjik, ajo kujtonte se edhe aty mund të bënte marrëdhënie. Dhe çdo mashkull që shikonte, duke I parë, I shikonte që nga larg që ishin mashkull dhe I afrohesh meshkujve. Sepse mendonte që do bënte marrëdhënie se do të jepnin një banane apo një diçka. Dhe ka kaluar kohë, pra që në vitin 2013, dhe gruaja vazhdon ende të ushtroj profesionin e saj. Pra me vajza të zonës aty dhe askush nuk e ka prekur. E megjithatë do ishte një kontroll, le të themi, njerëzor ose ndoshta edhe shtetëror që të shikonte se çfarë gjërash makabre të tjera mund të ndodhin në një vend të tillë. Sepse kjo është vetëm një, por merreni me mend se çfarë mund të ndodhë në një vend të tillë. Mund të ndodhin gjëra që ne nuk I njohim kurrë, ose nuk kemi për t'i njohur kurrë, sepse ata që frekuentojnë këto vende, padyshim nuk ja thon askujt. Kujt do t'ja thonë? Që është pervez, do t'i thot vllajt, motrës, gruas, apo ku ta di unë, do thot që është pervers, kurrë nuk mund ta thot. Pra merreni me mend, kjo është vetëm një. Pra një nga këto histori perverse që ndodhin në këto vende. Unë doja që ta ndaja me ju, si ju thash, dhe do dëshiroj një komentin tuaj, sepse këto edhe të tjera tregojnë se në çfarë bote jetojmë. Ka shumë, një pafundësi. Mirë, po kjo është ajo, një nga ato histori që më ka mbetur në kujtesë dhe doja ta ndaja me ju. Sot me qenë se erdhi momenti, thasha, dua ta tregoj, sepse ndonjëherë është vështirë që të tregosh këto histori. Dhe janë fakte të vërteta, pra janë ngjarje. Do të dëshiroj një komentin tuaj çfarë mendimi keni ju dhe nëse keni dëgjuar histori të ngjashme me këtë dhe ku, në çfarë zone dhe çfarë ka ndodhur. Pres komentet tuaja. Ditë të mbarë.